Në një kohë kur shoqëria shqiptare përballet me një sër problematikash që lidhen me sigurinë në vendin e punës, rasti i incidentit të rënd me punojësin Genci Mukaj në ndërmarrjen e Gorishtit në varësinë e Alpetrolit është një dëshmi tronditëse e mungesës së përgjegjësisë institucionale dhe mosfunksionimit të transparencës në një sektor me rrezikshmëri të lartë. Prej datës 4 qershor, Blu Televizion i është drejtuar zyrtarisht administratorit të Alpetrol me një kërkesë të qartë për informacion që përfshin dokumentacionin mbi incidentin, leje për intervistim të drejtuesve dhe dëshmitarve, si dhe autorizim për vizitë në terren. Të gjitha këto në përputhje të plotë me ligjin numër 119 fraksion 2014 për të drejtën për informim dhe në interes të një raporti të paanshëm dhe profesional. Përgjigja e marrë në 5 qershor nga zonja Gentiana Xoxa, përfaqësuese e Alpetrolit, përbën një refuzim të hapur për të ofruar qoftë edhe një informacion minimal, duke u justifikuar me hetimet penale dhe administrative në proces. Në letër, ajo thekson se nuk është e mundur të vihet në dispozicion informacioni shtesë deri në përfundim të hetimeve zyrtare. Ky qëndrim nuk është vetëm evaziv, por bie ndesh me vetë frymën e ligjit mbi të drejtën për informim, i cili nuk e përjashton transparencën gjatë një procesi hetimor, por i jep përparësi informacionit të publikut kur ka interes të lartë publik, siç është edhe rasti i një aksidenti të rënd në një ndërmarrje shtetërore. Heshtja institucionale dhe mbyllja me formulime standarde nuk janë të mjaftueshme kur një qytetar ka mbetur i dëmtuar rënd në vendin e punës dhe kur kolegët e tij vazhdojnë të punojnë në kushte që sipas dëshmisë së vet zotit Muka janë primitive dhe në kundërshtim me rregulloren e sigurisë. Alpetroli nuk është një kompani private që mund të fshihet pas burokracisë ligjore. Është një ndërmarrje publike që i përgjigjet interesit të qytetarëve dhe duhet të jetë shembull i transparencës. E drejta për informim është një detyrim dhe jo një favor që u bëhet mediave apo qytetarëve kur institucionet vendosin të jenë gati. Për më tepër mosdhënia e të dhënave konkrete për mënyrën se si parashikohet apo si është trajtuar dëmshpërblimi i punojësit të dëmtuar, ngrepi pyetje serioze për trajtimin njerëzor të këtij rasti. Cili është fati i Genci Mukaj? Çfarë masash është marrë për të garantuar sigurinë e kolegëve të tij? Kush merr përgjegjësi për atë që ka ndodhur? Në mungesë të përgjigjeve, vetëm një përfundim mund të arrihet. Alpetrol po mban të fshetë të vërtetën, dhe kjo heshtje, në vend që të mbrojë institucionin, e dëmton edhe më shumë besueshmërinë e tij përballë publikut. Blu Televizion do të vijojë ndjekjen e këtij rasti me të gjitha mjetet ligjore dhe gazetareske për të siguruar që e vërteta të mos mbetet në mpusin e mbyllur të heshtjes institucionale.